Në i kohë kur të ka kriju, të ka sjell në këtë jetë, të ka begatu me mirësi, me gjitha, jo i thot. Zoti që besoj unë thot është ky i toks, gur, mal, dru, e kanë gdhen vetë, kalbet a i druni. Edhe ky është shirku. Ky lloj regjistri është i mëll për xhenem gjithmonë. Nëse ky e ka mëll jetën e vetë, duke u tallë në këto gjona, duke fol fjalë më të këqija, për shembull, nuk ka gjë banesë varet më. Jeta përfundo sa je këtu thot ky. Ky është shirku i ron. Nuk ka zot. Ky është rregulli i natyrës. Edhe të gjithë njerëzit vënë këtu thot, marrë ky cikli, futen e dish dokën, s'ka gjë më. Ky është banori i përhershëm i xhenemit. Nuk lu, s'ke që i bë këti regjistri, ma po vdi që kështu, e ke mëllat kapitullin tëtë, me gjithmen cikël e ke jetën, do shkrejhesh edhe në banes varit, do shkrejhesh edhe në xhenem. Atë program ke, i përhershëm është xhenemi për këtë lloj. Apo tjetri, thot se njaf, thot me adhuru Zotin, me ranë seshtin, qa është, ku t'i binim seshtin, puth tokën, qa tokën, ku Zotit, të shofim, e tjera gjona që i dini. Apo tjetri që thot, feja ima është shqiptaria, thot. I keni gjuhë gjithë, thot. Shqiptaria është një lloj kombi, mbi emri, race, vend lindje, vend banim, një në Angli, një në Amerikë, një në Francë, një në Gjermani, një në Romani, një në Jugosllavi. Këto nuk përbëjnë fe. Thoj i gjithë ditën, vetëm se i kera hasha Zotit Gjelle Gjelaluhu. Nuk të rret kjo, përkundrazi, kjo të sjell një të lashe, një dënim jashtëzakonshëm përpara Zotit Gjelle Gjelaluhu. Mos e përmend hiç se je apo si je prej shqiptarëve apo prej anglezëve. Le që ne po i shohim që njerëzit po ndryshojnë identitetin e ndryshojnë. Gjithë kanë hikë në për vendet jashtë shtetit, kanë marrë pasaportat atje, kanë marrë pasaportizimin atje, kanë lindë fëmijët atje, janë ndryshu. Me qindra, mija dhe miliona njerëz. Nërsa besimi ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, le të shëtisësh gjithë botën. Ti marrësh pasaportat e krejt botës, a je besimtar apo si je besimtar? Pasaportën e merr sot, griset, të përcjell dërga vonesa varet, mos e s'bë lazëm më. Të që dohet pasaportat tjetër ati. A je besimtar, thotë. Jo je shqiptar. Ti je anglez, po hes se ke vend mirë. Jo. Qa je? Je besimtar apo si je besimtar? Je besimtar i mirë apo si je besimtar i mirë? Të kisha punu në jetën e kësaj bote. Si s'punova, thot, për këtë jetë në vërtetë. Pra erdhe, hynë në banes varit, dole nga banesa varit për para Zotit, bosh pasi sëndë. Fallaj do të me ja bon hizmetin. Një regjistër tjetër,